si shqiptar, që shkem qenë vitet e 90-ta, fatbarësisht pjesa Vetisë dhe Kamenicës janë të njëjtë. Kam ma shumë të pjesën e Kamenicës. Në viti a ki? Kam edhe në Veti, kam Qysh në po do të Shine njerëz se Podgorë. Vitis dalë pak prej rraf, son e Vitis jam. Të mirë janë. Jo, të mirë, po janë Për kufizoj me një fjalë njerëz të Vitis. Njerëz të Vetisë dhe të Kamenicës ende është. Po lejt Kamenicë. Jo, s'moj për me anashkalu, janë sikur vitet e 90-ta që shkem qenë të lidhën. Apo? Si shqiptar, që shkem qenë vitet e 90-ta, fatbarësisht pjesa Vetisë dhe Kamenicës janë të njëjtë. Përgjithësi anamorave, na po munduam me i rujtë këto tradita në ashtu. E qysh apo të ngojnë fermerët e Vitis Kamenicës? Shumë. Apo janë falenderues për punën që po ja bën me vetë dëshirë? Po. E në tjerat fshatrat, cilat fshatra ki mësu? Me gjithë jam shokë të e meqë. Në atë aspektin nuk më thirën veç në kohën e arës, po më thirën edhe jashtë sezonës. Kryesisht e din që dimnit jem pak ma të lirë. Po. Jo për një kafe, jo për një drejk. Po cilin fermere kishe përshëndetë sot për mes kamerës? Mas të doj sa keqë. Ani, me do i kipu në shalafit më të mira dhe pëse e din, nashta nuk ju mjejt hatri fermera tjerë. Kam në... Shumë kam. Ki shumë? Një emër? I kam për 160 e fermera. Smoj. E prej 160 besë pësën për veçonja? Smoj. Nashta po i met hatri atina që edhin që kima për hatri. Jo, e din ata i cilë të i flasin i ma shpesh. Në regull atë. Se në kaj vikend he që së më thirin. Po. Se doj disa janë jashtë. Po prej këtyre 160 Që tashti të regoj, pe i kretë gjithë dhe këtyne, e falenderoj Afrimus Leon. Po. Oj pjesës Vetijës, e fshatit Remnik. Po. Jetën edhe vepran në Austri, e managjën vetë, prej Austrisë i veturës edhe vjen. Ato më përshëndes, aja dë me shpirt. Me shpirt.